Dita e tokës është një ngjarje vjetore që festohet në të gjithë botën më 22 prill për të demonstruar mbështetjen për mbrojtjen e mjedisit. Dita e tokës për herë të parë është festuar në vitin 1970, ndërsa tani përfshin ngjarje të ndryshme globalisht nga rrjeti i ditës së tokës. Kurse Komuna e Prizrenit sot e ka shënuar këtë manifestim me rregullimin e hapësirave gjelbruese në lagjen Bajramcuri, ku morën pjesë kryetari Totaj, nënkryetari Gashi, drejtori i SHP-s Qelë Lamaj, me gjithë stafin e tij dhe drejtori Islam Ukimiri. Me këtë rast kryetari Totaj ka përshëndetur dhe tha se ne si komunë padyshim e përkrahim këtë ditë të shënuar dhe e vazhdoi. Po sot është një ditë pak e veçantë, specifike, është dita e planetit, dita e tokës. Toka është planet i madh, na kemi këtu një pjesë të vogël, mirë, po megjithatë është shumë e rëndësishme që të paktën në mënyrë simbolike të tregojmë se ne kujdesemi për tokën, për planetin ton, për ambientin ton, për shkak se agjendat e gjelbërta çdo ditë më tepër bëhen prioritet. Është një organizim ku kanë dalë edhe nxënësat, kurse me organizimin e komunës, drejtorisë shërbime publike, do të bëjmë edhe mbjelljen e disa fitoneve për të rikonfirmuar për kushtimin ton që të kujdesemi për ambientin, të kujdesemi për agjendën e gjelbërt, edhe të japim kontribut edhe në aspektin ekologjik, edhe të bëjmë një ambient më të mirë qytetin ton, Prizrenin, për të cilin po punojmë të gjithë së bashku. Drejtori Qelë Lamaj me këtë rast pohoi se kjo është hapësirë e 9 gjelbruese dhe po presim së shpejti të krijojmë edhe parkun e 10 të radhës. Promovojmë edhe një hapësirë gjelbërt, të thojmë një mini park. Nuk është i vetmi në qytetin e Prizrenit prej kohës qeverisë e zotit Totaj janë në përfundimet si për 8 parqe në mbretësi të qytetit. Kjo është parku i 9. Shumë shpejt do të fillojmë përsëri në lagjen Bajramcuri në një lokacion tjetër ku kemi disa hapësira ku mendojmë të krijojmë një ambient relaksues për gjithë banorët të cilin të gravitojnë atë mjedis. Me këto, do të thonë, agjenda e gjelbërt e komunës së Prizrenit ka prioritete, kështu që edhe në vazhdimsi aty ku do gjejmë oaza gjelbërta të cilet nuk janë në situata të mira do të rregullohen gjatë këtij viti. Kurse nxënësja Sara Rysheni me këtë rast ka lexuar rëndësinë e kësaj dite. Dita e planetit Tokë, me tepër nxënje lëvizjeje e cila angazhohet për përfshirjen e të gjithave në mbrojtje të tokës. Është një ditë e veçantë për të shprehur mirënjohjen tonë planetit Tokë, i cili mbështetet të gjithë format e jetës. Pikërisht me këtë datë, shumë qytetarë, fëmijë e të rinj, e të moshuar, kudo në botë ndajnë pak kohë për të mbjellur. Një pemë, pastruar një territor publik, përpuruar një lule, apo për të marrë pjesë një event që synon të rrisin përgjegjësimin qytetar ndaj çështjeve mjedisore. Sot janë mbjellur mbi 40 trupa me pemë e ku ishin edhe nxënësit e shkollës Fatmir Berisha.